edhe nuk e emron, edhe len pezull, edhe këto e ka bo vetëm me këtë qëllim, që kur të hyrë në zgjedhje, mos me i thonë dashni me ata kuqe ti, i ja qove këto të PDK-s e nuk e more kërkesën e vetë që kishte për 30 orë. Po them që jënë duk taktizu në prapë të zgjedhjes edhe për këtë bashkëpunim që sot është bërë publik, janë emëruar drejtor. Dhe për të kësaj po thonë që ka shkarkuar drejtorët e LDK-s dhe ka emëruar po drejtorët e LDK-s, se ata njerëz nuk i ka marrë diku tjetër. Këta njerëz që janë shkarkuar besoj të kenë listën për deputet. Hajde mirë, që në nëntorët. Ta të shkarkuarit do t'jenë listën për deputet dhe kështu do kompenzohet kjo. E rëndësishme është të shitet tek elektorati LDK-s, nuk është duke bërë për studio televizive, është duke bërë për elektoratin e tij. Po mirë, ka strategji interesante kjo. Po strategji dhe taktizim interesant, po jo i blefshëm se ne po e shohem. Me pas prit kë përparimi, Lumirin, kish mes që shto një vjet pa qeverisë, me një qeverisë ose me drejtor. Pajtojmë që është vonuar emrimi drejtorëve dhe zoti Roma ka pas të nevojshme të ecë për para. Jo vetë sot, po vazhdimisht ka kallëzuar është një djalë i guzimshëm, është ka tiparet një lideri. Po se të paktën ka kuptuar me Jugosllavës për Prishtinën për dalën prej. Edhe në interes të qytetarëve, edhe Urani, ata kanë treguar që dalin edhe mbi partinë. Sot kanë bërë një koalicion i cili për mendimin tim ka me pas efekt në realizimin e projekteve të cilat ai ka pas. Po kanë bashkëqeverisur ta, nuk janë risi, se disa je kanë bashkëqeveris pak, po mirë. I njoftuar me zhvillime, ka qeverisur për 2 vjet e diçka ta bash. Ka bashkëqeverisi shumë shkurt. Të gjatë bashkëqeverisë, pa i kanë fajsuar njëri tjetrin dhe qoftë edhe për mbeturinë në qytet. Nuk ka qenë formulë suksesi, po uroj që të jetë kësaj radhe. Po megjithatë, kjo shkputja koalicionit nuk ka ndodhur po për interesat të zgjedhjeve të nivelit nacional. Dhe po vim prapa aty, ku mohohet për interesat të nivelit nacional. Kemi kaluar por zgjedhje parlamentare. Zgjedhjet lokale në majt në fund nëntor raundi 2. Po kryet ditë kush është fituesi. Edhe zgjedhjet janë në 10 orë, me 10 orë. Pra janë kryer zgjedhjet, edhe prap nuk ka ndodhur emërimi. Edhe tash